Ka pasur një vendim cilin ne si Udhë Amerikane e kemi mbështetur për shkak që ka qenë edhe propozimi ynë origjinali para disa viteve që të hiqen në mënyrë të njëanshme tarifat doganore që Kosova i ka pasur të vendosura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Logjika e propozimit tonë diku të vitit 2022-3 ka qenë fare thjeshtë, meqenëse se ne kemi një marrëveshje për tregtit lirë në kuadër të marrëveshjes për stabilizim asociem me Bashkimin Evropian, që është po ashtu njëri prej entiteteve më të rëndësishme strategjike për Kosovën, ku ne aspirojmë që të bëhemi antar një ditë. Kemi një marrëveshje tregtisë lirë me Republikën e Turqisë, i cili është po ashtu aleat i rëndësishëm i Kosovës. Atëherë ne kemi thënë që do të ishte mirë që edhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të hiqeshin këto masa tregtare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në vitin 2024 kanë qenë tregu numër 1 për produktet made in Kosova, edhe rrjedhimisht përmes heqjes së tarifës doganore, gjë që fatmirësisht ka ndodhur në gusht të vitit kaluar. Kosova e hap tregun për mallrat amerikane. Kjo pashmangshëm do të ketë ndikim edhe në rritjen e shkëmbimit tregtar, në një plasim më të madh të produkteve amerikane në tregun e Kosovës. Po flasim për produkte të cilësisë jashtëzakonisht të lartë, cilat kanë mundur të mungojnë në tregun tonë viteve të fundit, por megjithatë tashmë ky veprim i qeverisë së kaluar duhet të ketë, siç e thash, një impakt pozitiv.